Shqipëria pritet të ketë për herë të parë një ligj të posaçëm për kontabilitetin në sektorin publik. Ministria e Financave ka nxjerrë për konsultim publik projekt ligjin i cili synon të zëvendësojë sistemin aktual të bazuar kryesisht në udhëzime me një kuadër të vetëm ligjor. Objektivi është që administrimi i financave publike të bëhet më transparent, më i standardizuar dhe më i kontrollueshëm. Në mungesë të një ligji të posaçëm, rregullimi i procesit kontabul publik mbështetet në akte nënligjore, duke krijuar boshllëqe në raport me kërkesat e qartësisë, transparencës dhe përgjegjëshmërisë financiare. Projekt akti synon të përcaktojë qartë parimet, rregullat, përgjegjësitë dhe detyrimet e njësive publike. Nisma ligjore parashikon që të gjitha transaksionet financiare të regjistrohen në momentin kur lindin të drejtat dhe detyrimet, ndërsa dokumentacioni do të mund të ruhet edhe në format elektronike për të paktën 10 vjet. Projekt ligji do të ndikojë pozitivisht duke kontribuar në përmirësimin e kuadrit ligjor të raportimit financiar. Ai do të sjellë rritje të transparencës dhe llogaridhënies, cilësi më të mirë të pasqyrave financiare dhe forcim të kontrollit të brendshëm financiar. Zbatimi i tij krijon bazën për një mbikëqyrje më efektive të përdorimit të fondeve publike. Nëse miratohet, ligji do të vendosë për herë të parë një bazë të unifikuar për kontabilitetin e të gjithë sektorit publik, duke synuar që raportimi financiar i institucioneve të jetë më i besueshëm, më i krahasueshëm dhe më transparent për qytetarët.